Përshëndetje, ku jemi këtu me parashimin e datës 27 mars të 2025, duket se pikërisht kjo ditë, meqense afërdita në retrograd në shenjën e ndikimit dhe e intuitës në shenjën e peshqeve. Ky është një pozicion veçanërisht romantik dhe ëndrimtar. Ëndërroj për të ardhmen, ëndërroj për të qenë realitet. Dhe kjo do të thotë që ndikimi i butë i afërditës, ndikimin që ka të bëjnë dhe mundësitë që jepen, ka të bëjnë shumë lidhje me të kaluarën, veçanërisht në marrëdhëniet e dashurisë, rikthimet nga e kaluara, dhe kjo do të thotë që kërkohet pak vëmendje. Nga ana tjetër mund të krijojë disa çështje në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me disa ndikime të kanë qenë më përpara, sepse ka nisur që në muajin e parë të vitit, ku afërdita ishte në shenjën e peshqeve, dhe kjo do të thotë ka një mundësi, ka një rëndësi. Por çfarë duhet të bëjmë, sepse afërdita në retrograd nuk është për të keq, që thonë disa që jo po kjo, jo pa jo. Mora ndikon shumë sepse disa çështje për shembull lidhet me para, lidhet me dashurinë. Disa lidhje që jeni shkëputur për një arsye apo për tjetrën vjen dhe bashkohet. Një problem ekonomik që keni pasur para disa kohëve rregullohet. Pra janë disa gjëra që lidhen në këtë drejtim dhe kështu që i bie që të keni një mundësi plus dhe do të favorizohen më shumë shenjat e ujit, përkatësisht shenjat e ujit kush janë gaforja, akrepi, peshqi. Edhe shenjat e tokës ka të bëjnë shumë, sidomos demi, bricjapi të 10 diçit të tretë. Ka një ndikim gjithashtu pozitiv, sepse ka lidhje shumë me krijimtarinë, lidhje shumë me mundësinë, lidhje shumë me disa udhëtime, por ju keni pasur probleme në lidhje të tjera dhe të ndikimeve që kanë të bëjnë, është momenti dhe koha e ndikimeve dhe pozicionimit të planeteve në anën tuaj. Para se të fillojmë me parashikrimin e 12 shenjave zodiakale dhe ndikimin e saj, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri dhe në diasporë, ka të bëjnë në anën më të mirë të mundshëm, sidomos çështjet e punës, problematika të ndryshme, mundësitë që jepen, koha që keni të bëni me udhëtimet ose me një lidhje sapo krijuar dhe kur është koha më e mirë për një bisedë më të rëndësishme për të ardhmen e kështu me radhë, i keni të gjitha paketat atje. Atëherë kjo faqe këtu pikërisht mund ta klikoni dhe të shikoni, të bleni nga ato paketa që kërkoni atje ose kush të përshtatet juve, shkoni te sekretaria, e klikoni atje, vendosni të dhënat e juaja dhe jeni gati pastaj për të biseduar bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që jemi live ose një diçka që është urgjente apo diçka mund ta shkruani në inbox, ku juve atje pikërisht te ky butoni këtu e klikoni, na bëni subscribe të gjitha dhe pëlqeni dhe faqen, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë live përgjigje. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, duket se ky moment dhe kjo mundësi që na jepet është edhe koha që mund të diktojnë, mund të ndryshojnë në fushën e biznesit, mund të ndryshojnë në gjëra të mëdha që mund të keni, sepse dashi gjithmonë është një hapara se çfarë ndodh, por ngadonjëherë ndikohet edhe prish disa ekuilibra. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet afatgjat, mund thosha, kanë të bëjnë me bricjap dhe me gafore. Me gafore sidomos është diçka pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e demit. Për sa përket shenjës së demit, meqense shenjës së demit duket se tani ka ardhur një mundësi, shfrytëzojeni, sepse ditë e sotme dhe vazhdimësia është një periudhë mjaft e mirë për sa përket çështjeve që lidhen me punën, çështjeve që lidhen me karrierën, sepse pikërisht tani në këtë kohë do të thotë që edhe momentet, edhe periudhat, sepse dita ite gjithmonë ka shumë për të dhënë dhe shumë për të thënë, edhe pse juve keni mundësinë, sidomos në dhjetëçit të tretë të kësaj shenje, u jep mundësi për të zgjidhur disa probleme që keni pasur në fushën e dashurisë, lidhje që kanë bënë me ujor dhe me virgjesh duke të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e binjakëve. Për sa përket shenjës së binjakëve, meqense binjakët përfaqësojnë vetveten, përfaqësojnë atë që kërkohet dhe në ndihmë të tretëve,
është një mundësi shumë e mirë tani për juve binjakët të dashur, sepse kjo ditë mos se lini pas dore, nëse keni një çështje për të zgjidhur, zgjidheni. Nëse keni çështje problematike, mund të takoni personin e duhur për të zgjidhur problemin. E kështu me radhë, është një kohë mjaft e mirë dhe pse jo, mund të zgjidhni gjëra siç dëshironi juve. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujorët e 10 diqit parë, me peshorët e 10 diqit e duke janë të mbara, pak vëmendje me akrep të 10 diqit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që është gaforja. Për sa i përket gafores, me qenë se gaforet duket se në këtë periudhë është një periudhë që vërtet ndikohet shumë dhe është mundësi për sa i përket anës ekonomike financiare, për sa i përket disa çështjeve afatgjat, sepse lidhet me çështjet afatgjat dhe mundësitë që ju jepen tani tutje, ku ka të bëjnë shumë me mënyrën dhe ndërhyrjet e të tretëve, por gjithsej mund të jeni gjithë vitit, në 2-3 muaj të vitit janë me probleme, pastaj muajt e tjerë duket se janë pozitive, por gjithsesi duke jemi në muajin pozitiv dhe kështu që juve keni mundësinë për të zgjidhur problematika të ndryshme dhe kohën e tyre. Për sa i përket çështjeve shpirtërore, lidhje që kanë bënë me ujor dhe me akrep duket në bara. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e ndikimeve dhe e ndryshimeve të mëdha që kanë të bëjnë në anën tuaj, që do thotë Luani. Për sa përket luanëve, me qenë se luanët nga ana pozitive dhe pozicionimi i planeteve u jepet një mundësi që juve t'i zgjidhni gjërat aty ku doni, por janë dy anën më pozitive të që ndonjëherë. E para është se luanët kanë një ndikim shumë të mirë tani në fushën e karrierës së tyre, në fushën e biznesit, ku ka të bëjnë sidoqoftë edhe me çështjet që kanë bëjnë tani në këtë periudhë, ku është momenti i duhur për të zgjidhur çështjet afatgjat në lidhje me ekonominë, në lidhje me ndryshimet të mëdha që do të keni, por megjithse kërkohet pak vëmendje në ndryshimet që do keni tani tutje, megjithse nuk ka vend për të shqetësuar këtu se juve keni të gjitha mundësitë dhe dini çfarë do të bëni, por në anën tjetër vjen një moment tani, një moment mjaft i mirë në fushën e biznesit, në fushën e karrierës. Meqense ndikimi i hënës që ndodhet në shenjën e peshqeve, ku juve ju ndihmon dhe çështjet që kanë bëjnë në anë ekonomike financiare, e keni mundësi në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me det duke të mbarë. Shkojmë tek shenja e radhës që është Virgjëresha. Për sa përket Virgjëreshës, Virgjëreshat duket se çdo gjë mund shkojnë bashkë, çdo gjë mund të arrihet, sepse ju i keni gjitha mundësitë dhe koha tregon që juve jeni me fat në anën ekonomike financiare, jeni me fat në atë që doni të bëni dhe çfarë kërkoni, por mundoni që në fushën e punës, edhe pse do të bëni ndërhyrje në fushën e punës juve, ndryshim zyre mund të jetë kjo, ose një ofertë mund t'ju vinë. Kjo varet nga ju, pastaj sa e pranoni dhe jo. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dash dhe me virgjëresht dhe diçit të tretë, duket se gjërat janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është peshorja. Për sa përket peshoreve, meqense peshorët duket se tani në këtë periudhë është një periudhë e mirë, një periudhë që lidhet shumë me çështjet afatgjat të punës, të karrierës, të ndryshimeve. Një moment mjaft i mirë i zhvillimeve të reja që do të keni në fushën e biznesit, megjithatë peshorët janë mjaft të ndërlikuara për sa përket punës së tyre dhe mundësive që ju jepet tani tutje. Gjithashtu ka të bëjnë me një takim i rëndësishëm, sepse lidhet gjithmonë juve e lidhni me punën tuaj, me të drejtën tuaj që keni, sepse tani është momenti i duhur në lidhje me zhvillime, në lidhje me ndryshime dhe të çështjeve të tjera ekonomiko-financiare, por jo vetëm. Prandaj bëni pa kujdes, mos u nxitoni në marrje vendime, sepse edhe pse jeni përballë dashit, por ka diçka të mirë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gafore dhe me ujor duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është Akrepi. Për sa përket akrepëve, akrepët duket se gjithmonë mundohen shumë të bëjnë diçka, por në anën tjetër mërziten për gjëra të vogla. Unë them mos u mërzisni fare, sepse të tretët mund të ndikohen tek juve, por juve nuk keni pse të mundoheni nga shuma të majme që mund të t'ju thonë, ose lërni atë punë, hajde tek unë sepse unë ju jap dyfishin, mos i besoni këtyre gjërave, sepse janë disa trikje, një trik që ju bën që juve të bindeni, sepse ka njerëz të tillë që të bindin, domethënë që të vini,
dhe në fund të humbisni. Prandaj keni kujdes në këtë aspekt, mos lëvizni nga vendi i punës ose sadopak, por është e sigurt. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshore dhe me ujor duhet të mbahen. Vijojmë tek shenja radhës që janë shigjetarët. Për shigjetarët duket se tani në këtë periudhë ka nisur një rrugtim të ri drejt punës dhe karrierës së tyre, por edhe pse kanë disa problematika të vogla, do të kenë kujdes shigjetarët e 10 ditë të parë ose të dytë, nëse kanë marrë lajm pune ose i dokument, si të sigurohen para se të nisen, sepse ka një diçka të vogël këtu që mund të ndikohen direkt, por në anën tjetër është një mundësi shumë e mirë, një mundësi e artë në fushën e karrierës dhe të punës suaj, dhe momenti që ju keni është një ndikim mjaft i madh, por gjithmonë jeni në bisedime, në ndryshime që keni mundësi që mund të jepen, por kjo nuk do të thotë se është një problem shqetësues, por është diçka që mund të rregullohet, jo të ndikohet për të keq. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me dëm të ditës së parë dhe ujor të ditës së tretë, duke se gjërat janë ndryshe, se është një mundësi e mirë, është një çështje që mund të zgjidhet ajo që keni pasur juve, sepse mjaft problematika të ndryshme keni pasur në çështjet e punës së ekonomisë, por gjithsesi gjërat do të ndryshojnë në favorin tuaj. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëm të ditës së parë dhe ujor duken të marrë pak vëmendje me bricap. Shkojmë tek shenja radhës, janë bricapët. Për sa i përket bricapëve, bricapët kanë anën më pozitive dhe më të ndikuar në fushën e karrierës, por gjithashtu ka dhe një ndikim shumë mirë tani në këtë periudhë, sepse jeni vetë në fushën e punës juve, në fushën e karrierës, në fushën e ndryshimeve dhe mundësitë që do t'ju jepen tani tutje, por në anën tjetër ka të bëjnë me anën ekonomike dhe çështjet që lidhen me disa ndryshime shumë të mëdha financiare, por bëni pa kujdes nga roli drejtues juve keni dhe një moment mjaft i mirë që do të ndryshojnë jetën dhe rrjedhën e gjërave, sepse do të përfitoni nga ana e punës suaj dhe një çështje që biznesi i ri që mund të bëni me ndihmën e disa personave mund të ndihmojnë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshore dhe me luan duke të para. Vijojmë tek shenja e radhës, janë ujorët. Meqense ujorët kanë pasur një rrugë të gjatë në fushën e karrierës së tyre, por e kanë pasur edhe si problematik, nëse do të thoshim, në bisedime që kanë pasur, nuk është realizuar një çështje pune, janë munduar shumë, por në ana tjetër nuk kanë dalë të fituar, pothuajse. Pra atë pritshmëritë që ata kishin, por meqense juve tani në këtë periudhë, duke filluar nga dita e njëjtë e në vazhdim, nga dita e nesërme, ditës së njëjtë, ka një mundësi të mirë dhe datës 26. Pra, këto që do ndikojnë, sepse kanë filluar nga data 26 dhe vazhdimësia tani që ata kanë 27, 28, 29, do të 27 që po flasim një ditë para në bashkimet, dita e nesërme, pra datës 27, ku është një mundësi shumë e mirë dhe lidhjet që kanë të bëjnë me punën e tyre, kanë të bëjnë me disa vendime që mund të marrin, janë vendime historike, sepse dita e njëjtë gjithmonë është në favorin tuaj, gjithmonë dita e njëjtë ka një pluse në anën tuaj dhe mund të rregulloni disa gjëra të dëna pasdore. Ana shpirtërore me peshore është në parë. Shkojmë në shenjën e radhës që janë peshi. Për sa i përket peshëve, peshit duket se sado të vështira janë gjëra, sado mundësitë që keni në fushën e karrierës, sado gjërat që mund të ndikohen, por juve të kësaj shenje jeni mjaft favorizuar në fushat të ndryshme, sepse data 27 që ka të bëjnë shumë me punën, ka të bëjnë shumë me karrierën, ka të bëjnë shumë me gjëra, por favorizoni shumë sepse, siç e thash në fillim të emisionit, janë shenjat e ujit, juve bëni pjesë dhe mund të fitoni një tender, për ju që merrni me tendera, mund të përfitoni juve që keni shitur një tokë pasuri paluajtshme lidhe me dinë të fituar nga ana tjetër. Por kjo varet në individ pastaj kur ka ndodhur fenomene ose kur e keni lënë juve për gjëra të tilla. Por gjithsesi gjërat janë pozitive dhe vazhdimësia duket e mbar dhe jo problematike. Ana shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me kafore dhe me shigjetar duket e mbara. Pak vëmendje me virgjëresht të ditës së dytë. Këto ishin pak a shumë përse përket pikërisht datës 27 mars të 2025. Para se të ndami bashkë, unë kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar ku do ndodhen në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje
atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi çështjet që vetë kërkoni, mbi paketat që Pastër Kopikal ofron dhe juve mund zgjidhni një nga ato paketa nëse e gjeni veten atje. Nëse nuk e gjeni, atëherë gjithsesi mund ta shkruani tek ajo dritare e vogël atje që është sekretaria dhe atje mund shkruani dhe të merrni përgjigje nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit e të flisni me astrologët tanë ose mua personalisht për të bërë një parashikim të detajuar për ato çka juve dëshironi. Por juve që doni që në kohën që jemi live ose dëshironi që të dërgoni një mesazh live në kohën e duhur, atëherë duke klikuar tek butoni këtu, e klikoni të gjitha, siç e shikoni atje, duke ndjekur ato hapa dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin për të marrë përgjigjen live. Unë ju rregulla, më të mirë një orë. Gjithë mirë.